Të nderuar teleshikues, në emisionin e sotëm do të flasim për industrinë e riparimit dhe mirëmbajtjes së autoveturave. Një nga specialitetet e mirëmbajtjes së automjeteve janë sistemet e filtrimit dhe shkarkimit të gazrave. Kohët e fundit kemi dëgjuar shpesh për marmitat, katalizatorët apo dhe filtrat partikulare, me anën e të cilave sigurohen vlera më të ulta të ndotjes së ajrit nga mjetet motorike. Për më shumë të ndjekim intervistën që dha për emisionin Gjurmët, inxhinieri Sajmir Bregu, administrator i servis Auto Sajmir. Zoti Sajmir, faleminderit që pranuat ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët dhe faleminderit dhe ju që gjendët kohën për na futur dhe në puntatat tuaja për treguar këtë sa do pak kemi arritur. Faleminderit. Pyetja e parë, zoti Sajmir, ka të bëjë me faktin se si u lindi juve ideja për të çelur një biznes të tillë në Tiranë. Këtë servis pra që ka një karakter specifik. Kishit një lidhje të mëparshme me këtë sektor, ta nisim nga jeta juaj universitare. Shumë e thjeshtë, që kur isha student në fakultet inxhinieri mekanike Dega Transport, në vit 3, filluan iniciat e para. Mora iniciativën dhe mundësova me ato pak të ardhura që kisha, çeljen e një biznesit vogël. U mundësua. Për çfarë viti bëhet fjalë, zoti Sajmir? Bëhet fjalë viti 99. 99, po. Viti 99. Hapat një servis të vogël, po? Iniciat e para janë hedhur në vitin 99, student viti 3 inxhinieri mekanike dhe më pas mas diplomimit kam vazhduar pa ndërprerje në subjekt privat. A kishit vështirësi në vitin e parë ose në vitet e para të hapjes së këtij biznesi privat? Si çdo çelje biznesi, vështirësitë ishin të mëdha. Cilat ishin këto? Shto faktin që tregu në ato vite ishte shumë i çrregullt se sot, shto dhe fillesat e një gjëje të re me pamundësi ekonomike dhe me shumë dëshirë për të punuar. Po shërbimet e para që ju kryenit në vitet e para të funksionimit të servisit që ju hapët, cilat ishin? Si fillim u fillua thjesht, kuptohet, me disa punime saldimi, me disa punime gjenerike dhe me kushte modeste pune. Me kalimin e viteve mundësuam një punë më kualitative dhe mundësi më të mira për automjetet. Po, dhe sot, zoti Sajmir, që gati afro 2 dekada, pasi e keni çelur këtë biznesin tuaj privat, ka një rritje të shërbimit tuaj ndaj klientelës tuaj, pra si e nisët, në çfarë shërbimesh dhe ku jemi sot? Shumë ndryshe, kuptohet. Përveç ecurisë që kanë bërë bizneset, ka bërë ecuri dhe tregu dhe automjetet që qarkullohen në këtë treg. Logjika është që në këtë çast që flasim, jemi të mundur për të ofruar shërbime dhe punime saldime çfarë do lloji, punime gjenerike, diagnostifikime kompjuter dhe ato që kam unë pastaj më për zemër, marmitat të reja, marmita katalitike, filtra partikular dhe shërbime më komode për vitet që ndodhemi. Po. Zoti Sajmir, në pyetjen e radhës interesohemi të dimë për kushtet që keni krijuar ju këtu në servisin tuaj, ku po zhvillojmë dhe këtë intervistë së bashku, dhe kriteret që keni ju për përzgjedhjen e stafit i cili punon këtu. Lorenzo, mundësitë e sotme me mundësitë e 16 viteve përpara janë shumë larg, janë si nata me ditën. Pajisjet janë të fundit, të 5 vjeçarit të fundit, specializimet janë kontemporane dhe mundësohet një shërbim shumë i mirë se sa më përpara. Përveç faktin që edhe mjetet kanë evoluar shumë, nuk janë më ato mjete në rrugë që kanë qenë vite përpara. Te pjesa stafit, dëshirat janë të mëdha, mundësitë janë të vogla. Përpiqemi shumë, trajnojmë, mundsojmë, mbajmë afër që të jemi me ritmin e kohës, por kemi shumë punë për të bërë, pasi në tregun në cilin ndodhemi, nuk furnizohemi mirë nga shkollat profesionale, gjë e cila na ka krijuar vështirësi. Po. Sa është kapaciteti i këtij servisi, zoti Sajmir, ku ne po zhvillojmë intervistën së bashku? Pra, sa automjete mund të përpunohen brenda një ore, brenda një dite, ose ta themi më troç numri i urave, apo sepse në bazë të tyre kryhet shërbimi? Momentalisht kemi të inkastruar 4 ura, që japin mundësi të punojmë kohë paralele në 4 poste pune.
pasi për arsye të ndryshme, në rast që një mjet vonohet për arsye pjese apo diçka tjetër, vazhdon puna tek pajisja ndihmëse që është pajisja ngjitur. Janë mundësuar kushtet mira dhe pretendojmë që edhe shërbimin t'i lëmë buzagaz klientët. Po, Sajmir, ju njiheni nga të gjithë banorët e kryeqytetit, por edhe më gjerë, më së shumti në shërbimin që keni krijuar ndaj marmitave dhe katalizatorëve. Ç'mund na thoni më shumë për këtë sektor që ju e keni pak më shumë për zemrën se të tjerët? Është e vërtet, shto vitet e punës që është ushtruar kryesisht me specialitetin e marmitave, por edhe me pjesët dhe me aksesorët që mundsojmë të sjellim dhe nga jashtë, mundohemi të bëjmë një shërbim dinjitoz. Shtuar faktit që 2 vitet e fundit edhe shteti po mundson rregulla më të rrepta për kushtet e ndotjes, ka hyrë në linjë dur, mendojmë dhe pretendojmë që tjetë dhe shërbimin lartësinë e detyrës. Po, Sajmir, cilët janë prodhuesit ku ju mbështeteni jashtë Shqipërisë? Pra, gama artikujve të marmitave që kërkohen në treg, plotësohet, do të nga një fabrike vetme apo keni disa partnerë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë? E thash edhe herë tregun e çrregullt që ndodhemi dhe kjo është arsye që nuk është e mundur të furnizohemi nga një fabrike vetme. Qofse jemi në Itali, do shohësh që kemi shumicë Fiat, linjën Fiat. Qofse jemi qofte edhe në Kosovë, dalim Ballkan, do shohësh që ke Opela, Mercedesa. Ndërsa te ne i gjen nga makinat aziatike deri tek makinat evropiane që s'diskutohet. Në këto kushte, një fabrike vetme nuk i plotëson dot. Kemi disa furnitor të rëndësishëm që janë cilësor dhe na mundsojnë një gamë të madhe produktesh. Katalizatorët për së fundmi po vendosen dhe po kërkon dhe shteti standardet Euro 3 e sipër, gjë që I përgjigjen edhe ju, apo? Që na jep mundësinë që të punojmë akoma më shumë për të qenë lartësinë e detyrës ndaj tregut. Po, Sajmir, në pyetjen e radhës interesohemi të dimë më në detaj për shërbimet që ju kryeni këtu në servisin tuaj, ta nisim nga punimet e saldimit. Ne asistuam në një proces të tillë? Po, ju asistuat dhe pak më parë në një proces të tillë. Është një proces që s'duam duhet ndodhet pranë shërbimit të automjetit, pasi ka shumë nevoja dhe është një proces që i fle mirë biznesit. Ofron shërbime në kohë të shkurtër dhe me pajisjet që kemi edhe cilësore. Ndërsa për teknologjinë e vendosjes së katalizatorëve, si kryhet ajo dhe ku konsiston? Vendosja e katalizatorëve është një proces që bëhet me ndrim fizik. Hiqet pjesa vjetër, vendoset pjesa e re. Përveç kësaj, duhet shoqëruar edhe nga procesi matjes, meqense së fundmi i shohet fort faktit ndotjes. Dhe në të mirën e përgjithshme është pozitive pasi mbrojmë mjetin, mbrojmë dhe ambientin. Ndërsa për punimet gjenerike që keni ju në servisin tuaj, Sajmir, mund ta tregoni? Punimet gjenerike, mas shumti janë shërbimet periodike që ka nevojë çdo mjet, duke filluar vaj filtra, ferrota, amortizator, më të rralla që janë edhe në defektet të automjeteve, kamje, freksione, diferenciale, do me thënë, ofrojmë gamë shërbimesh që mundsojmë dhe nevojat e tregut. Po. Dërsa pak më parë ju pa në proces pune ju pranë makinerisë që diagnostikon dhe mat ndotjen e automjetit. Po. E tregoni pak më në detaj këtë proces, pavarësisht se ne e filmuam dhe incizuam edhe instruksionet tuaja. E drejtë. Makineria është pas nesh. Po. Pajisja e ndotjes, mat, vlerat e ndotjes, oksid karboni, hidrokarbure dhe raportin aer-karburant apo sonda lambda siç njihet ndryshe. Kjo pajisje na hap syt, na orienton më drejt për të ditur ku çedon, ku vuan automjeti dhe për të vendosur dorën më sakt në të çdo proces që shoqërohet me vendosjen e një katalizatori të ri apo me ndrimit një segment marmite, shoqërohet me të që t'jemi të qartë për vlerat e ndotjes atij automjeti. Po për pastrimin e filtrave partikular FAP dhe DPF, ç'mund na thoni?
filtrat partikular dhe DPF dhe FAP janë filtrat së fundmit futur me direktivat e BE-s nga viti 2005 e sipër. Automjetet diesel shoqërohen me këto filtra. Janë filtra të thellë që bëjnë filtrimin e gazit, por për realitetin shqiptar janë dhe filtra problematik. Kjo shoqërohet me faktin rrugët e shkurtra, mjetet me kilometra, ndonjëherë edhe karburanti ndikojnë rol negativ në të. Mundsohemi në shumë raste t'i bëjmë auto-rigjenerim apo vetë pastrim që është proces kompjuterik i ofruar nga fabrika. Në raste tjera mundohemi rigjenerim fizik. Vetëm në rastet e prishjes strukturës, atëherë detyrohemi të ndrojmë pjesën, ta zvendësojmë atë me një DPF apo FAP të ri. Zoti Sajmir, në minutat në vazhdim, interesojme të dim për të rishkues të emisionit gjurmë dhe për pajisjen diagnostikuese kompjuterike që ju keni në servisin tuaj. Çfarë është kjo pajisje përpara se të shkojmë tek ajo? Patjetër. Ju thash pak më parë për mekatronikën. Do të thotë që shumë defekte automjeti ka centralinën e vet apo trurin e sistemit njerëzor. Për këtë arsye, defektet kompjuterike duhet lexohen me pajisje diagnostifikuese. Markat ndryshme kanë pajisje të ndryshme. Në rastin konkret mund të shohim smartin që kemi aty dhe t'ja u tregoj më konkretisht. Mund të shojmë për aty? Sajmir, ndodhemi përsëri në servisin tuaj, ky kompjuter dhe ky automjet. Ju tani do diagnostikoni defektin që mund të ketë ky automjet, apo jo? Si është procedura? Po, thjesht fare. Në këtë çastin, mbasi ju tregua materializimin e diagnostifikimit gazrave, punimeve gjenerike, punimeve të saldimit, ky është një materializim i thjesht i një diagnostifikimi kompjuterik që ndodh rëndom për automjetet. Lidhet interfejsi i cili mundson leximin e centralinës, pajisjet komunikojnë me wireless me njëra tjetrën dhe bëhet komunikimi me paketën dhe centralinën e mjetit. Tani janë lidhur me wireless, po? Po, me wireless është lidhur dhe tani po lexon problematikën nëse ka të automjetit. Diagnostikim në përgjithësi është ky apo për Ky quhet kontroll i centralinës apo i trurit makinës. Zakonisht njerëzit janë mësuar të thonë që më ka ndezur llampën e çekut. Llampa e check engine-it në çdo rast identifikon dhe thot afro pranë një pike shërbimi servisi dhe të deshifroj kodin e errorit apo gabimin apo fajin kush e ka të cila pjesë e makinës. Punimet ngjashme bën edhe ky tester. Ky jep edhe defekte gjenerike dhe elektronike të dyja bashkë? Jo. Ky jep vetëm çdo gjë që është e lidhur me fish, vetëm çdo gjë elektrike, elektronike. Çdo gjë që është e lidhur pa fish duhet kontrolluar fizikisht.
Sajmir, kemi arritur pak a shumë në fund të emisionit Gjurmët, është bërë traditë për ne që në fund të emisionit, personazhin kryesor dhe në rastin tonë juve, ju pyesim dhe për origjinën tuaj. Nga rridhni ju, cilët janë prindët, gjyshrit tuaj dhe që kontribuan dhe ata për Shqipërinë, aty ku punuan dhe jetuan. Familja ime, nëna është nga Përmeti, babai nga Erseka. Nëna ka qenë ekonomiste, babai mekanik. Si pasojë të qenit babait mekanik, Keni trashëguar dhe ju. Preka pak qelsat dhe më së fundi marrova dhe fakultetin dhe shoqëroj këta aktivitet. Ndërsa për familjen tuaj të vogël Sajmir, që mund na thoni? Kam 2 fëmijë dhe bashortën. Fëmijët janë moshën më të mirë, janë moshën e kopshtit dhe parashkollorët, që është kënaqësia dhe Më e madhe për prindët. gjithçka e bukur që shijojmë pas pune. Po. Deri tani keni zbuluar dhunti paktën tek djali për pasionin e babait të tyre për mekanikën? Është shpejt, megjithatë e shoh që ndoshta ndonjëherë gjërat shkojnë dhe genetike. Duke parë profesionet të jatit, ajo është mundësia e parë që i bie në dorë. Deri tash me ca selca plastike dhe me ca bullona plastik mundohet dhe ai të bëj riparimin e automobilit vet. Po. Dhe në fund, Sajmir, a jeni kënaqur me ç'keni keni arritur gjatë gjithë jetës suaj profesionale me këtë biznes privat që keni çelur dhe vazhdoni të keni emër në kryeqytet, por jo vetëm? Lorenz, faleminderit për pyetjen, por zakonisht jam një tip kërkues nga vetja. Ka mundsuar diçka, pretendoj shumë, megjithatë koha e do që një servis bashkëkor mos drejtohet vetëm nga një inxhinier mekanik, po dhe nga një inxhinier elektronik, pasi mekanika automobilave nuk ka ngelur më në mekanik, është kthyer në mekatronik dhe për të qenë dinjitoz duhet ndërthuret patjetër. Po. Sajmir, unë falenderoj sinqerisht për këtë intervistë të sinqertë edhe për emisionin Gjurmët dhe shpresoj që edhe në të ardhmen ju të lini gjurmë në sektorin e mirëmbajtjes automjeteve këtu në kryeqytet. Ju faleminderit për kohën dhe shumë urime për emisionin Gjurmët. Faleminderit. Kënaqësi. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për industrinë e riparimit të automjeteve nëpërmjet rrëfimit që dha inxhinieri Sajmir Bregu, administrator i servisit Auto Sajmir këtu në kryeqytet. Mirupafshim në një emision tjetër.